përshtat ka qenë qeveri me duar të pastra. Po. A mundet më thirë ende VV-ja në këtë parim të saj? Me qenë se edhe sonte, pranishmit e përfaqësues të partive opozitare, por gjatë këtë mandatit fundit, edhe në ato seancat kur lidheshin e nuk prodhonin asgjë, akuzat më të mëdha sot bëhen për korrupsion, për keqpërdrim të njerëzve të lëvizjes vetëvendosi. Më falë, po shumë është më rëndësi që kjo, se mendoj që është tepër e rëndësishme me ditë na, si qytetarë të Republikës Kosovës, a është e vërtet që qeveria vetëvendosjes po i dërgojnë mjetet veç në komuna ku qeverisë vetëvendosja. Njësi që e kum pas unë, për shembull, në vitet e kalume, është Mitrovica ka pas vetëm një qerdhe publike. Edhe për mua kjo ka qenë breng tepër e madhe, shkak të se edhe vetë mirë me çështjet e arsimit, po edhe çështjeve që ja adresoj. Edhe unë jam drejtu zyrtarisht divizionit për infrastrukturë në Ministrinë e Arsimit dhe kom pyet, a ka kërkesë? A ka kërkesë për me marru qerdhe? Edhe përgjigja është zyrtare, bre është publike, në konferencë, se të njëjtën pyetje e ka bu tutje edhe një gazetar, ka thonë asnjë kërkesë nuk e kemi për ndërtim qerdheve. Ndërkohë që nevojat në teren, a jeni në qeveri? Na. Ç'e s'ke shku ti? Ne tash që deleguar me Mitrovicës nevojat kërkesë edhe ne tash jemi në qeveri se ato sigurisht që kanë bëu. Po du me thonë që është tepër e rëndësishme mi pas parasysh edhe kompetencat kur flasim për atë se qysh është menaxhu dhe qysh është shpërndar buxheti dhe ku kanë shku investimet. Po, qeverisja e lëvizjes vetëvendosje është me duar të pastra. Edhe qeverisja e lëvizjes vetëvendosje punon absolutisht në përputhje me ligjin edhe kompetenca që i kemi ne secili në mekanizmin dhe institucionin në të cilin punon. Unë besoj që një vlerësim për këta e kemi marrë prej qytetarëve të Republikës Kosovës për mënyrën se si kemi punu, se si jemi angazhu, se cilat janë rezultatet. Sa i përket të gjitha pretendimeve të tjera, për ato janë institucionet kompetente, na asnjëherë, do më thonë, nuk është e vërtet. Po jo nuk është e vërtet, mos thotë vetëm kështu fraza në ajër. Këse njohim na? Këse njohim? A ju ka përgjigj kryeministri prokurorisë? Kë nuk e njohim, ju ka përgjigj. I ka thonë lirisht e janë më intervistojnë. Siç keni ardhur dhe më keni intervistu për 10 çështje të tjera. Çka keni thonë për Nagib Tahirin konvencionin? Siç i ka thënë, lutem, ato janë procese të tjera. Me kësi fraza në ajër. Jo nuk i njeni, sigurisht që ne njohim, sigurisht që ne ju përgjigjemi. Unë ju referona qëndrimeve zyrtare të ministrës së drejtësisë. Qoftë në opozitë, qoftë në pozitë, përgjigjemi para ligjit, përgjigjemi para institucioneve, vrejtjet tona në raport me sistemin e drejtësisë i kemi thënë vazhdimisht. Vrejtjet tona në raport me secilin proces i kemi bërë publikisht. As nuk i kemi bërë sinzisht, as nuk kemi synu mi amarë kompetencat, as nuk kemi synu mi që do njerë që na dëgjoj neve, na thjesht kemi vepru parimisht edhe kemi folë tamam hapër për të gjitha që për secilin proces ne kemi qenë krejtësisht hapër për të kemi transparent. Unë jetoj në Kosovë. Feza është deputete e lëvizjes vetëvendosje për partinë e kem qëndrimet zyrtare, e kem qëndrimet prej të Këshillit të Evropës, një prej zotimeve tyne ka qenë që mon nuk ndërhyn drejtësi. Neve na kam përjashtu prej dialogut strategjik me 12 shtatorë për shkak të ndërhymjeve në drejtësi, për shkak të ndërhymjeve dhe linçimit në gjykatë pushtetuese, për shkak të linçimit të prokurorëve, ja ka qit emrin prokurorit. Prokurori sot nuk mundet me ngrit një akt akuzë sepse e linçojnë prokurorin. Tregojnë cili prokuror bën e cili nuk bën. Nuk i thot prokurorit, unë nuk dve. Unë nuk dve. Po është e vërtet. Po mirë dhe, unë nuk dve. Unë bised, ndashtin kof shtrim, hajde ti të one. A ka ndonjë prokuror që për shkak qeverisës tonë e ka liru vendin e punës? Jo, e keni bloku Kosovën. A ka ndonjë prokuror? 5 vjet nuk ka krye prokuror. A ka? Po i pyet specifikisht juve, a ka? A ki krye prokuror? A ka? Proces tjetër është kjo, proces tjetër është proces legjitim që do të shele më kryej. Edhe kjo situatë është publike e qytetarët e Republikës Kosovës e din, e kanë përcjell besam e sepse ka pëlqyer personi që po i kemi me personi që ka konkurruar, ju keni zgjuar procesin, e keni anuluar procesin. Ne vepron opozita. Ne s'kemi vepruar me gjigatial. Zgjedhmëre është për zgjedhjeri. Me që Arjeta po thotë që i kanë durët e pastërta, let na tregon Martin Berisha e ka durët e pastërta. Plot miliona.
A jenë të pastërta kur i merë 1 milion euro prej genit, kesh edhe i bjenë Kosovë. Edhe investon në fushon televizor vendosje. Po, se është vetëvendosje. Faruk Muj ka, a i ko dur të pastërta. Fatën Peci, a i ko dur të pastërta, se i ki edhe bashkëvendas. A i ko dur të pastërta Fatën Peci. Rozeta. Tash përgjigje. Rozeta Hajdori, a i ko dur të pastërta. Nagip. Nagip Krasniqi, a i ko dur të pastërta. Krejt ta kanë ato akuza. Krejt ta kanë keq përdorur me buxhetin e shtetit Kosovës. Cili është nocione se më ardhe për mene ideologjikisht, si pas të majtës mi pos dur të pastërta ose... Me kanë vetëvendosje. Qëta nuk jenë të pastërt. Qëta asnjëri nuk jenë të pastërt. Nëse këshën një përgjitë, cili për ty një në pastërt. E kini kallëzim penali dhe tjerë prej Fatën Pecit. Për kallëzim? Është publik, është publik, Po, unë nuk pajtura e prokurisë, Fatën Peci pajtura. Unë pajtur, e këm një kallëzim penal, se më ka thonë, pse më kënë zonë të vjedhë i veqi sotë. Jo. Nuk përgëria se ka thirë. E ka thirë Fatën Peci. Publik është edhe kallëzimi penal nda ju. Edhe që të përdu më ndërlidh, edhe që të përdu më ndërlidh. Vish një pikë, am lënë, vish një sekund. Të lutëna. Po, vish. Vish, se ma përmene. I ke thonë plët emra, kështu tash. Vish, plota një krejt, vish qëta. Se për përmen një kallëzim penal që ma ka bo Fatën Peci. Mas pori, Fatën Peci ka bo kallëzim penal ndaj meje në momentin që e kemi publiku skandolin që ka dhonë vllohët të fitore Pacullit 100.000 euro dhe dojës të fitore Pacullit 100.000 euro. Vesh në sekundë që ta përfundoj argumentin. Po, është dhonë. Edhe, po, ka bo padi për shpifje dhe për prishet të imosh dhe me këse unë i kam bo presion bëjqve që me deklaru raj. Shumë që njëtën ta mëne nuk një asë një bëjk që ka përfitu subvencione prej Ministrisë së Bujqisë, për nejtë i kje parëndësishme. Pastaj, gjatë seancave të kuvendit në mars e në prill, tha gjatë këso jove këme i bo pa di pare zguret. E tash para një muje, duhet publikisht edhe rajti, paramenoj që kjo është tragedia ma e modhe, që unë e kumpo me sytë e me, do me thonë, paramenoj prokuroria i hudhi poshtë dyshimet edhe një kallëzim penal që ka bo Lidhja Demokratike e Kosovës, që ministrat i mbonin 2 pozita. Edhe të deputetit dhe të ministrit, në atë kohë ishte probleme, Fatën Peci dole e qiti postimin, edhe vish një sekund ta përfundoj. Edhe është akoma nuk e ka fshi postimin, halo e ko postimin aty, thot qërë, thot, padia që ma ka bo Parizguri është hidhë poshtë, edhe tani shohet në ofendime në shore ndaj meje, edhe del këshilli prokuroriali dhe thot, Fatën po ranë, se nuk e ka hedhë poshtë kallëzim penal të Parizgurit. Po e ka hedhë poshtë kallëzimin. Apo do më përgjigj ato që atë pyti Parisi? Nuk thot, me 22 nëntor 2024, kryetari komunës tash Fatën Peci e ka një publikim në profilin e tij në Facebook, i inkurajoj të gjithë me shku dhe me po këtë postim, ku ai bën një kallëzim penal ndaj Parizgurit, Lumir Abdigjikut dhe disa të tjerëve. Edhe ndër të tjera përmend që për këtë çështje ka edhe prova materiale dhe dëshmitar. Unë ti çet prova materiale sot, në ti çet prova materiale. Edhe më çet një sen. Mu, nëse më thirrim prokuroria e Kosovës, besën e Zotit e keni që gjithë, në çdo orë 24/7, kur më thirr prokuroria, unë telefonin e jap. Apo kur gjoç ka më shit për Martin Berisha. Se s'kam kur gjoç ka më shef. Na mund të folë edhe për Parisin. Kur gjoç ka më shef në telefonin. Ja tema që janë diskutuar, të gjitha. Kur më thirr prokuroria në telefonin e jap, Fatën Peci nuk e ka jap. Unë s'kam çka më shef. Fatën Peci ko çka më shef. Kur dën i bëj thirrje publike, kur dën let i publikan faktët që unë kam tentu me bind ai kanë me deklaruar rajshëm. Kur dën? Kjo është postim publik, unë prapë po them, postim publik që një vjet i konë të çat mo, në të çat mo të ketë pritje na. Sigurisht me procesin gjyqësor do të merret tutje me dëshmitar. U përmend edhe në fakt gjatë këtë fushatës është përmend një rezultat, por përmend edhe në hyrje. Pra edhe mundësia që Kosova të shkojnë në zgjedhje prap diku në vjeshtën e vitit të ardhshëm. Jo se të këtij viti, ndoshta edhe vitin e ardhshëm. Po ashtu. Për shkak se disi këtë parashikimet janë që rezultati si për shtatet kërkuj. Çfarë mund të prodhoj shtatë qershori Eliza, pra jemi pyetja fundit për gjithë ju, edhe rezultat i cili mund ta nxjerrë Kosovën prej këtij batakun që ndodhet, ndodhet me një ngërç, me një kurth të madhe prej një shkurtë. Që nuk është thjesht kjo me presidentin, kjo ishte thjesht një, si më thonë, qërshia mbi tort. 2 çështje Leo. E para është vullneti politik për të kriju institucione dhe për të bashkëpunu, sepse
partitë opozitare nuk kujtoj në këto vite që unë jam pjesë e institucioneve që dikush e ka vënë në pikpyetje rezultatin zgjedhor. Por kjo nuk nënkupton që pala tjetër që ka marrë besim më shumë të mundohet që në emër të sasisë së pushtetit dhe kontrollimit të gjithçkaje të mos krijoj mundësi për të qenë së bashku. Dhe kjo ka ndodhur dhe ka ndodhur shumë mire mendume, sepse ne jemi deklaruar që Albin Kurtit nuk ja votojmë kur ka qenë kriza e kuvendit në 2025, ata që kanë qenë ministrat të qeverisë Kurti. Për arsyet që i kemi thonë, që nuk kanë performu mirë, këdo tjetër që e qetë aty, e votojmë. Dhe këtu është pastaj nyja e parë që zotri Kurti, ose Kurthi i parë, të cilin ai e bën, duke e propozuar Alberina Haxhiu mbi 50 herë nëse s'gaboj, qëllimshëm për me zgjat edhe me kriju krizën e parë. Kaloi ajo, e dyta ndodhi hapi me datën zgjedhore në bashkëpunim me presidentën atëherë Vjosa Osmanin për 28 dhjetor, domthonë gjithçka ka qenë mirë e menduar dhe e planifikuar. Edhe tani, kur kishte pushtet edhe më të theksuar me 51%, gjithçka që kemi pa ka qenë performancë e llojit vet. Thjesht, hajde po folim, kishe po folim për të bërë një tik, edhe mundësisht për të harxhuar afatin kushtetues që në shkund zgjedhje. Krizat e një pas njëshme që zotri Kurti, unë e kom bërë këtë pyetje të kujtohet, 100 herë kom bërë guvern, pse zotri Kurti do më nejtë kryeministër në detyrë, edhe nuk e krijon qeverinë, edhe në 2025, sepse kështu i levërdis, se me një vendim qeveritar bën çka të dënë. S'ka llogaritën e heq, ati si intereson kuvendi. Pra mendon që edhe pas shtatë. Po heq si intereson kuvendi, ati intereson ai që dën me qeverisë dhe ai çka dën, nuk dën me dhon llogari. Ndarja e pushtetit, parlamenti krijon mundësinë e balancit pavarësisht sa numra janë aty. Prandaj janë disa procese edhe të ligjeve vitale edhe të proceseve të buxhetit Kosovës dhe institucioneve vitale të Kosovës që i kërkojnë 2/3 edhe të kuvendit edhe të minoriteteve. Ndonëse kjo nuk është e pamenduar. Nuk është e pamenduar. A mund të prodhoj diçka tjetër 7 qershori? Mund të prodhoj nëse ne reflektojmë midis asaj, nëse dëshirojmë dikujt të japim pushtet shumë dhe të shkojmë në krizën e radhës, dhe mund të prodhoj një kontekst të ri i cili krijon një farë ndryshimi, domethënë të përmasave të grupeve politike brenda kuvendit, sepse pastaj krijon domosdoshmërinë për të bashkëpunuar. Për të bashkëpunuar. Domosdoshmërinë, e që kjo është demokracia. Nuk ka demokraci veç me një njeri që shtan. Nuk ka kërkon. Merrni shikoni shtetet që kanë qenë demokratike, pushtetet autoritare përmes mjeteve demokratike janë kriju, janë ushqy dhe shtetet kanë rrëshqit në sistem diktatorial. Unë uroj që populli i Kosovës ka me reflektu, ka me zgjedh ndryshimin, ka me zgjedh zhvillimin, ka me zgjedh bashkëpunimin, sepse në fund fare na nuk jemi armiq, edhe nuk duhet me u pasi të tillë, jemi shqiptar krejt, edhe tjerë që janë minoritetet në Kosovë, duhemi me i trajtu me seriozitet edhe me respekt maksimal, sepse e dim si është të trajtosh si minoritet në një tjetër kontekst që kemi jetu dikur. Por unë uroj në një pjekuri politike, Leo, edhe në përgjithësi, sepse politika, që ka shoh unë sot, edhe në kuvend, edhe në sferë publike, nuk po du me fy performancën, se ka performanca shumë mira, po se cili akter mundohet të performoj diçka për qenë headline. Bash përgjithësi, as të fjallës në herë, e as të veprimit, nuk kom pa unë që dikush ka marë. E dyta, nuk ka qeverisje që në rrugë të punës nuk bën një gabim, qoftë edhe pa qëllim. E ke haru me analizu një regulore që aty se ke pa, edhe të ikë diçka, edhe juridikisht mund është me pas një rast penal. Me dojë prap, jo fajtor, po mund është me pas, por kur ka punë, ka progres, edhe llogaridhënia që vjen në kuvend, domethënë e krijon që të urën midis atyre që janë zgjedhur dhe atyre që i kemi dhënë besim përmes kuvendit që është qeveria e Kosovës. Mund vjen keq që Republika e Kosovës është duke e ndryshuar edhe natyrën e shtetit, sepse më kërkujt si intereson për kuvend. Shihni 5 vjetëshin e fundit kërëm këta në qeveri, ma shumë atakohet deputeti, sëso llogaridhënie që ka një ministr ose një këshilltar të ministrave ose kush do të qoftë që abon atje në për ato kabinete politike. S'ka llogaridhënie, se s'ka kuvend. A krejt fokusi është e mur për benzin një 50 euro ma shumë dikush, i mur këj ma shumë, i murën pagat kalimtare, ato kryt janë të rregulluar me ligj. Nëse dojmë ndryshojmë edhe në rregull jemi. Po ti nuk mundesh mi marr diçka dikuj që i takon me ligj.
Nuk është ajo shkelje e rregullorës ose e ligjit. I takon nëse s'do me marrë dhe në rregull është, po i takon me ligj. Domethënë, krejt debatin 5 ditë e fundit për atakim të institucioneve është më shumë i fokusuar te kuvendi, i cili s'ka kur farë parë në dorë. As ka tendera, as kontrata një burimore, kur gjabreheqeq, as vështiti ka në punë, deputeti kërkon se shti në punë, mësu tot ne. Domethënë, thjesht është zëri njerëz aty për mirë, për halle, për çka do qoftë, edhe mundohet me adresu ligjet ose me amandamentu ose me rishiku për nevojën e kohës. E kemi folë këtë debat me arjetën shumë shpesh, adin kur im koqit në herë, s'na leshin as amandamente me bo, se ligjet nuk janë për të Albinit, nuk kanë qenë as hashimit. Ligjet janë të kuvendit, e kuvendi ka shumë gjyra dhe shumë parti politike. Dhe kur dalim jashtë, ligjet janë regulatori një fushë të caktuar që na prekin krejtëve pa dallim. S'ka të bëjmë me qeverisje ligji. Politikat e qeverisjes, programore që i ka një qeveri, ato i shohim në jetën tonë publike përmes shërbimeve dhe investimeve kapitale, të cilat sot nuk i shohim edhe mungojnë. Okej. Që mundet të përdu shtatë që shohim? Është një debati që shdo. Dhe me thonë, kalurën gjithmonë ka pas rivalitete politike, po tash me lëvizjen vetë vendosje ka shku një hap më në tonë. Është për qa populli shumë ranë. Për derisa ne po flasim, i kemi pas zgjedhjet e dhjetorit, vlla me vllaja ka nismës me folë. Me thonë, është kriju një pandemi psikologjike Albin Baba, që i ka përka besimin. Në Cyri, e zotë Kurti, më e komentumi është, nuk ka dhe qlirimtar edhe zullumqar. Ju ka rikthy prap deklaratave të dikushve. Ta kanë orkestru pejt fillimit një fushat kundër vlerave të uqykës. Gjuj gurin e fshevdorën. E kemi ndëgju rënë shumë zyrtarë që i kanë shohë, a ka ma rënë darsëm të djalit heroj qohet njerëz të vetëvendosjes. Kush njerëz të vetëvendosjes? Lëvizja, jo, kush njerëz të vetëvendosjes? Lëvizja vetëvendosje. Kush njerëz të vetëvendosjes? Lutna, vetëvendosja është parti e strukturume. Ka strukturë, ka përgjegjësi në hierarki. Ka njerëz që kanë status të antarit, edhe jo, absolutisht, po në këtë nivel as nuk do të me diskutu. Pra shkruan dikush ato anonimisht edhe ti po thuash njëri vetëvendosjes, ku me den? Ku e den? A ke shikuar? Kush do? Ato janë krejt si shpifje, po djeli, ne me na kanë thy zyret janë bastis, a u zgjet diçka e tillë, ato zyret me kompjutera, policia ko raportet është njeriu i vetëvendosjes, thot që ka shkruajtur ka shkruajtur. Cili njeri i vetëvendosjes? Lëvizja vetëvendosje, të gjithë ata që kanë qenë lëvizjet vetëvendosjes, si kanë dalë, kanë tregu për dhomat që ekzistojnë për linqimin e njerëzve. A përshet që të zonjush, a zojt që po piskat që tash, nesër me shu e vetëvendosjen, njëjt kanë me shu. Edhe dy da së mundeni me bo kësi projekcionet për që dlume, ndimuas mbi kërkaj. Kosova, këta janë të përsharë rëndë popullin e Kosovës. Rivalt nuk mund është te, a jam unë e kandidat për deputet, nëse zgjedha unë me kom partner yti, po kur s'ka me qeni në nështruar jetë. Këta për lypin të në nënështruar, që i shkojnë mrapa Albin Babës, nuk i shkon shqiptari sundimtarit mrapa, kur në histori shqiptari sundimtar s'ka pranue. Unë i takoj një subjektit. Po, këtë esenca është edhe Eliza që shë spjegoj, kur tët dikush që po du me shkatru opozitën, dhe kjo është mesazhi që e ka edhe për izvizës, ndihmom një të shkatroj demokracin, të shkatroj opozitën, të qeveres veçone, që po të vyën parlamenti, që po të vyën gjukatat, unë jam Albin Baba, edhe ka kriju një pandemi psikologjike që njerëz me të vërtet një pjesë është njës, sidomos jashtë vendit nuk është të pa. Populli i Kosovës do të më qupe i gjumit. Jo, është të shkatru vendit. Popullin e përqajnë deklarata si ajo e juja për mërgatën. 6 vjetë. Ajo e përqajnë. Ajo është limqim. E kom sharu. Ajo është limqim. Mos tani ti për mua. Po, ajo është deklaratë përqarse. Ajo është deklaratë përqarse. 6 vjetë. Ne jemi vend i vogël. Na mujmë me u zhvillu vetëm nëse kem raportet mira me vendet tjera. 6 vjetë, asë një njohje nga qeveria. 3 ka bo Vjosa, 1 ka bo Veqet Pasolli. Asë një antarësim në organizatën ndërkombëtare. Asë një. Nuk ekzistojmë në asë një radar. Ministria jashtme është marrë veç me sakatimin e vlerave të ushtrisë shlimtare të Kosovës, me i kthy njerëz, me i largu njerëz, me pastru njerëz që nuk janë ideologjikisht në një ideologji që as vetë nuk e kuptoj cila është ideologjisë e majtë nuk është.